Po, na kena hap një fabrikë ku punojmë vetëm persona me aftësi kufizue. Shpejimi vetëm kam qenë unë, ku si person me një aftësi fizike të kufizue, gjithmonë kam arritur duke... Si mundesh me bon çfarë punë? Nashta me ngjit palluma atje s'muj po make-up, çto po moj. Mos dërsohen asnjëherë, se mund me dal shef na ndonë. Jemi ardhur sot në fabrikën e letrës higjienike Fresia, ku kjo fabrikë ka një të veçantë. Në këtë fabrikë janë të punësuar persona me aftësi të kufizuar. Kemi mundu me marrë një rrëfim nga pronari i kësaj fabrike e gjithashtu edhe ndonjë rrëfim motivues nga punëtorët e kësaj fabrike. Apo na tregon pak më shumë për fabrikën e juaj edhe ç'është ka ardhur ideja për me u hap? Po, na kena hap një fabrikë ku punojmë vetëm persona me aftësi kufizue, ku e kemi vendosur emrin Fresia Paper Factory, e themeluar përndryshe nga fondacioni Golden Eagle në vitin e kaluar. Ideja për me hap këtë fabrikë, inspirimi vetëm kam qenë unë, ku si person me një aftësi fizike të kufizue, gjithmonë kam arritur duke performuas më së miri në sferat e punës, edhe kemi vendosur që me hap një fabrikë që punësojnë vetëm këtë kategori. Për momentin, sa persona janë të punësuar? Për momentin i kemi gjithsej 10 persona të punësuar në fabrikë. A ka të interesuar? Po, të interesuar ka, po kushtet tona ende nuk na lejojnë që ne të zgjerojmë staf. Jo, nuk ka pengesa, puna zhvillohet normale, sikur çdo kompani tjetër zhvillohet atë teknikë. Po, pak më në detaje, për mu një ditë e punës është ditë e zakonshme, që qëmim së gjithë, vina në mëngjes, e bojmë planin e javor prodhimit, shikojmë çish po shkon prodhimi, pastaj mirë me takime ndryshme që kemi në teren, në treg, me pika ndryshme, kështu me radhë. A jeni të kënaqur me punën që zhvillohet këtu në fabrikën? Po, në fabrikë jemi të kënaqur shumë, me punën që zhvillojmë, edhe ja kemi dhënë një mundësi ku secilin ndoshta mund të me pravu vetën e vet. A mundesh me na tregu pak në detaje ç'është funksionon pak puna këtu? Po, këtu për momentin është u bë prodhimi i letrës higjienike të kuzhinës, që e quajmë ne 2R1, ku përdoret vetëm për kuzhinë, ku në paketim janë 2 sopa. Çoj një mesazh për gjithë personat me aftësi kufizue fizike, apo ndoshta që jeta i ka sprovu me lloj-lloj sene, pa më parasysh sfida që ti sjell jeta, ti nuk duhesh më ndal, veç duhesh me çit qëllimin tan ku po don me arrit, edhe nuk ka gjë që mund të ndal. Sa jeni pjesë e kësaj fabrike? Ka gati 10 muaj, 10 muaj. priti për hap. Ç'është është për ty me u qenë pjesë e kësaj fabrike? Është shumë mirë. Shumë mirë. Është shumë mirë se fillim me ful për veti jam pavarësu. Nuk jam barë kërkujna më majtë. Jam e pavarur, punoj. Është një lehtësim psikologjik për secilin person që me aftësi të kufizuar që janë nisur punë. Sa u kanë vështirë për ty me u marrë me një punë? Nuk e kom pas vështirë më marrë me një punë, se secilin kompani muna me gjetë vetën në një pozitë. Mund shmo kyqe një punë që ti mundesh me bo, një pozitë që ti mundesh me bo në çfarë punë. Nashta me ngjit palluma atje s'muj po make-up, ç'to po moj. Cili kish me qenë mesazhi juaj për këtë persona që janë me aftësi të kufizuar për mos me u dorëzu? Unë kisha thonë që mos ndalen asnjëherë, mundohen të arrin deri tek pavarësimi vetvetes. Se është një lehtësim i madh edhe për familjen, po dhe për atë person dyfishë lehtësim. Sa je në këtë fabrikë? Që një vit. Që një vit. Ç'është është për ty një ditë këto? Shumë mirë, të punë lehtë, bëjmë taksi. A ke punu diku tjetër para kësaj? Shumë pak, shumë pak. Jam adaptuar me çfarë punë që jam tash, e kam gjetë vetë punën që jam tash, shumë mirë. A duhet personat me u dorëzu në momentin që ju Jo asnjëherë. Cila kish me qenë mesazhi juaj për këtë personat që Mos dërsohen asnjëherë, se mund me dal shef na ndonë, veç të mos të u shkresat.